Përshëndetje. Që për momentit që kemi shpallur fituesin e projektit për ndërtimin e rrugës Milot Balldrand, kam vënë re me keqardhje një tendencë për dizinformim lidhur me kostot e ndërtimit të kësaj rruge, që vjen si nga krahu i opozitës, ashtu dhe nga disa media të painformuara siç duhet. Është pa justifikueshme që ata të cilët përfaqësojnë publikun apo informojnë publikun të vazhdojnë të bëjnë të njëjtën gjë prej vitesh e vitesh, duke trajtuar kilometrin e rrugës si një metër stofi apo pulpure. Nuk është një gjë e gatshme që shkojmë me marrin në dyqan. Është territor i cili nuk është askund i njëjtë. Ka fush, ka mal, ka gjeologji të ndryshme dhe sipas karakteristikave të territorit ndryshojnë dhe kostot. Rruga nuk është një vije drejtë si metri i stofit. Është një vepër që ka karakteristika të ndryshme, ka urë, ka tunele, ka ngjitje malore e tjerë. Po pse kostoja e përgjithshme e ndërtimit të kësaj rruge nuk matet vetëm me kilometra? Në një kontratë koncesionare, pagesa përfshin edhe operimin, mirëmarrjen e rutinë, sistemet inteligjente, tarifimin elektronik për një periudhë 35 vjeçare dhe mirëmarrjen e thelluar. Çfarë është mirëmarrja e thelluar? Ne kupton që pas një periudhe të caktuar, rruga do të rivishet edhe një herë me asfalt për të ruajtur standardin e kërkuar. Shifra e përgjithshme për 364.7 milion euro është vlera totale e kontratës koncesionare 35 vjeçare, e cila përfshin projektimin, ndërtimin, sistemin elektronik të tarifimit, operimin dhe mirëmarrjen. Ndërkohë që kostoja e ndërtimit të autostradës është 182 milion euro. Autostrada Milot Balldrand do të ketë një gjurmë tërësisht të re dhe projekti përfshin një tunel në mal me 2 tuba 850 metra, një urë të re 620 metra mbi lumin mat, një urë të re 223 metra mbi lumin drin, 5 nyje në disnivel, rreth 9.5 km rrugë dytësore dhe sistem elektronik monitorimi dhe tarifimi. Gjitha këto elemente kanë kosto të konsiderueshme në çdo projekt autostrade. Nuk bëhet fjalë për një rrugë fushore, por aksi kalon në një zonë aluvionale pranë bregdetit Adriatik. Kjo kërkon stabilizim të rrjetit, mbushje të konsiderueshme të terrenit, drenazh, masa kundër uljeve diferenciale. Të dashur qytetar, autostrada Milot Balldrand, një vepër e shumë pritër, sidomos nga banorët e çarsheve Shkodër dhe Lezhë, është një projekt me rëndësi strategjike, pjesë e rrjetit evropian të transportit që lidh Shqipërinë me Malin e Zi dhe me tej me rrjetin TEN-T. Si e tillë, realizimi i saj ka një rëndësi madhore dhe qeveria shqiptare, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe unë personalisht jemi të angazhuar maksimalisht për ta realizuar sa më shpejt këtë projekt. Faleminderit.